Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak hyrjen e re në Big Brother VIP Kosova. Hyrja e re ishte një hyrje shumë interesante, prisnim krejtësisht një hyrje tjetër sepse nga vetë burimet e afërta të televizionit Klan arritëm të kuptojmë që mund të jetë limi, por ndoshta edhe televizioni tani po bën lëvizje të këtilla vetëm e vetëm për të ruajtur shikueshmërinë dhe për të sjellur pranë ne këto pikpyetjet e mëdha se kush do të jetë banori i cili do të futet brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por gjithsesi ishte Labinoti. Labinoti është një tiktoker i njohur. Ai njihet për videot e tij shumë interesante, shumë famoze. TikToku i tij mban 25.000 ndjekës, por më së shumti domethënë ka marrë vëmendje nga afrimiteti që ka me Mihrie Brahën. Një artiste shumë e dashur, një artiste e nderuar e artit shqiptar, ku Mihrie Braha në shumicën e rasteve, fillimisht që natën e mbrëmshme, ka filluar të citohet sikur është nëna e Labinotit. Por jo, Mihria ka djalë vetëm Pleuratin, Platonin, falni. Platoni është djali i Mihries, por afërsia që Mihria ka krijuar me Labinotin është një afërsi pasi që Labinoti është një fans, është sot më i shndruar një mik i Mihrie Brahës, por nuk është një familjar dhe nuk është i biri, siç thuhet në për rrjetet sociale apo në për gazetat i Mihrie Brahës. Domethënë nuk ka asnjë lloj lidhje familjare Labinoti me Mihrien. Përkundrazi, domethënë janë miq të mirë, janë shok të mirë që dashuria e madhe për Mihrien atë e ka afruar me Mihrien, domethënë si fan si saj. Labinoti që kur hyri mbrëm në shtëpinë e Big Brother, siç duket e pati luftën e parë me londrimin, sepse luftën jashtë e ka patur Mihria dhe Remzia, ndërsa londrimi ka kënduar këngën e Remzies se ka kthyer në gjuhën angleze. Dhe tani domethënë filloi kjo loja e famshme që do të bëhet, dikur një lojë e famshme ishte mes Mihries dhe Remzies pas një interviste që dha Remzia që më ka thirr në dasëm, ndërsa tani siç duket brenda shtëpisë së Big Brotherit Labinoti do ta sjell po të njëjtën energji duke krijuar pak humor. Mu duk një banor shumë interesant, në fakt një zgjedhje ideale mu duk, një personazh karizmatik, një njeri që duket që filloi të nuhat shtëpinë që në momentin kur hyri brenda. Më pëlqeu hyrja e Labinotit, të krahasuar me hyrjen e Labinot Rexhës ose disa banorëve të tjerë të cilët kanë hyrë me një bindje të fortë, të cilët kanë hyrë me një vetbesim të madh, domethënë që ne mundemi të bëjmë namin, ne mundemi të bëhemi lider të kësaj shtëpisë. Labinoti hyri me një qetësi aq të bukur sa që dukej nga jashtë që ishte pak fan si londrimit dhe mënyrën se si ia dha dorën londrimit, mënyrën se si ai u afrua me londrimin, mënyrën se si ai e nisi lojën me londrimin, domethënë e shikon si banor më të fuqishëm nga jashtë dhe dëshiron që domethënë të krijon një lloj aleance brenda shtëpisë së Big Brotherit me londrimin. Gjithsesi, është një karakter unik, do ta quaj unë, dhe mendoj që me atë qetësinë e tij, me atë kulturën e tij, me atë pozitivitetin e tij, mund të arrijë që të ketë vërtet atë dashurinë e publikut ashtu siç ai di ta marr, sepse e ka marrë edhe në rrjetet e tij sociale, por që Labinoti ka një diçka me Mihrie Brahën, kjo nuk është as pak e vërtet. Janë miq të mirë, janë shok të mirë, pasi që Mihria domethënë fansat në këtë rast si Labinotin i respekton shumë afër dhe i ndjen si familjar të saj. Domethënë nuk është djali i Mihries, përflitet që është djali i një politikanit, por për këtë gjën do të sjellin videot në vazhdim.